Mirë, tani do të flasim për infrastrukturën në futbollin shqiptar. Presidenti i Federatës së Futbollit Armand Duka ka inspektuar punimet në stadiumin e ekipit të Vorës. Ai u shpreh se dikur dukej diçka e pamundur, sot po bëhet realitet. Ky projekt, në fakt që në fillim duke që ishte një projekt shumë i mirë, është një projekt i cili nuk ka filluar sot, ka filluar me kohë me fushën që kemi investuar bashkë me Bashkinë e Vorës, me 2 tribunat e tjera, por realisht kjo tribuna e sotme dhe me gjithë ambientet që duhen për një stadium të tillë është vërtet fantastike. Duhet ta falenderoj kryetarin për bashkëpunimin, gjithashtu edhe klubin apo edhe presidentin e klubit të Vorës që realisht kanë qenë iniciatorë dhe na kanë shtyrë neve më shumë për të bashkuar në këtë investim në këtë projekt. Dhe ajo që i thash kryetarit është që realisht më duket si një ëndër, një stadium i tillë në Vorë. Dikur base nuk është menduar, por sot është realitet dhe nuk është vetëm ky. Ne kemi bërë dhe një projekt tjetër. Kemi realizuar një fushë stërvitje në Vorë, do kemi dhe projekte tjera për t'i shërbyer sa më shumë, se sot Vora është një realitet ndryshe në fakt. Është një realitet me shumë banor, me shumë fëmijë që ne duhet t'i krijojmë kushte sa më të mira, të edukuar dhe për të luajtur futboll. Shumë i lumtur që sot e shoh drejt përfundimit dhe uroj që të paktën në fillimin e vitit 2026 të shohim ndeshje futbollit kategorisë A-Net superiore këtu në stadium. Gjerasin shpreh mirënjohjen për gjithë mbështetjen që keni dhënë, jo vetëm realizimin e parë të fushës stërvitore si Nafmetaq, po edhe projektin e parë në stadium, po kjo që është sot nuk është më siç e thatë ju, nuk është ëndër, po duk si e vështirë në fillim. Po është një realitet që në dita ditës po merr dhe formën dhe mezi presim që dhe vetë klubi dhe gjithë qytetarët ta zhvillojnë ndeshjen e parë hapse këtu në stadiumin e ri. Shpreh mirënjohjen për këtë bashkëpunim që kemi bërë deri tani.